Mbrojtja ajrore e NATO-s në Mezeun Lindor ka rrëzuar një raketë të tretë balistike që dyshohet se është lëshuar nga Irani drejt territorit turk. Lajmi u konfirmuar nga Ministria e Mbrojtjes së Turqisë, e cila bëri të ditur se raketa u neutralizua me sukses, ndërsa po i afrohej bazës ajrore të Incirlikut, një nga instalimet më strategjike të NATO-s në rajon. Pamjet që qarkulluan në rrjetet sociale treguan momentin ku një raketë balistike fluturonte mbi zonën pranë bazës, ndërsa banorët raportuan sirena alarmi dhe shpërthime të fuqishme. Sipas mediave ndërkombëtare, Irani dyshohet se ka lëshuar 2 deri në 3 raketa në orët e para të mëngjesit të së premtes drejt objektivave në Turqi. Baza ajrore e Incirlikut në jug të Turqisë është një nga bazat më të rëndësishme të NATO-s në lindjen e mesme. Ajo strehon forca amerikane dhe aleat, si dhe shërben për operacione zbulimi logjistike dhe furnizimi me karburant të avionëve ushtarak. Sipas disa vlerësimeve ndërkombëtare, në këtë bazë ruhen dhe armë bërthamore amerikane të tipit B-61. Ky është incidenti i tretë i ngjashëm brenda pak javësh. Ngjarjet e njëpasnjëshme konsiderohen një provë serioze për Turqinë si anëtare të NATO-s dhe për vetë aleancën. Turqia, e cila ka ushtrinë e dytë më të madhe të NATO-s dhe kufizohet drejt për drejt me Iranin, ka protestuar zyrtarisht ndaj Teheranit pas çdo incidenti, por deri tani nuk ka kërkuar aktivizimin e mekanizmave të mbrojtjes kolektive të aleancës. Në një deklaratë zyrtare, Ministria turke e mbrojtjes theksoi se të gjitha masat e nevojshme po merren për të mbrojtur territorin dhe hapësirën ajrore të vendit, ndërsa konsultime diplomatike me Iranin janë në zhvillim për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Nga ana tjetër, Irani nuk ka reaguar mënjëherë pas incidentit, por më herët ka mohuar se synon të godasë qëllimisht Turqinë. Pas këtyre zhvillimeve, NATO ka vendosur të forcojë sistemet e mbrojtjes nga raketat balistike në rajon. Aleanca ka distokuar megjithatë një sistem amerikan të mbrojtjes ajrore Patriot në provincën juglindore turke të Malatajas, me qëllim rritjen e mbrojtjes të bazës së radarit në Kureçik, e cila është pjesë e sistemit të paralajmërimit të hershëm të NATO-s.